teksa unë bëj pjesën e buzëve, ju tregoj pak a shumë për punën se si unë vendosa ta bëja. Se mbas dikush na ju gjente vetën këtu. Para 2 vite e gjysmë, 2 vite 8 muajsh më saktë, unë më isha në kërkim të një pune. Po se çfarë pune do bëja nuk e dija, thjesht mjaftonte për mua të ishte një punë që të fitoja të ardhura. Dhe po vendosa që këtë mundësi ta merrja nëpërmjet punës online. Unë të vendosja që punoj online me çdo lloj pune ose me çdo lloj kompanie, thjesht më depërdiste pjesa e marketingut që unë do bëja e gjithçkaje. Dhe vendos si shkruaj një vajzë në TikTok që më del se si shku, cilësonte që regjistrimi është falas, dhe kjo më bindi se unë nuk do shpenzoja lekë dhe nuk do harxoja, se ku i dihet mund të ishte mashtrim. Pasi shkruaj, më tregon për punën, edhe më thotë që puna është reklamime që ti produkte, që unë do të reklamoj X produkte që më pëlqejnë të reklamoj dhe ti shes. Dhe nga çdo shitje që do bëja, sigurisht do fitoja përqindjet e mia, nga 25% deri në 50%. Dhe ta mendosh që synimi im ishte direkt 50%. E bëra keq këtë këtu mendoj. Si rrugë pastaj. Edhe vendos të regjistrohem. Nuk bleva si produkt as i gjallë, ndryshe nga kompanitë të tjera se kjo jo ishte fati ose nuk e di se çfarë, por që më rastësi sikur unë e kërkoja. Edhe merrem me hapjen e Instagramit, se s'kisha një Instagram. Isha një Instagram thjesht familjar që postoja një herë në 8 muaj, nuk e di, nuk kisha njëri shumë rrjeteve sociale. E hapa, bëra posimet e para, fillova të flisja për punën dhe për produktet me shumë njerëz të ndryshëm, sidomos familjarët, edhe pse shumica familjarëve nuk suportojnë dhe nëse ti në këtë situatë mos pritet të suportojnë se nuk do e bëjnë. Të paktën me mua nuk kishte asnjë frym pozitive. Thjesht më thonin, po harxhon kohën kot. Ndërkohë që sot pas 2 vite e gjysmë po kërkojnë të futen punë me mua dhe mos i pozimi nga kudo që ato ndodheshin. Si Kosovë, si Shqipëri, si Maqedoni, duke qenë se te vetë emigrante në Itali dhe thash, për sa unë po e bëj, më ta bëj edhe dikush tjetër shumë mirë si puna ime. Kaluan ditët e fillova të kuptoja që kjo punë po më jep fitime që nuk kisha ndërruar. Sigurisht muajt parë nuk kisha ne fitim wow. Muajin e dytë po ashtu. Kur fillova të kem shitje dhe të kem njëkohësisht dhe ekip, se kam ecur paralelisht me pjesën e networkut dhe pjesën e marketingut, se mund t'i bësh të dyja nëse je aftë sigurisht. Fillova të kisha fitimet, se sot jam mbi 1.000 euro në muaj. A është puna që kam ndërruar? Po, sepse mundem ta bëj nga kudo që jam. Unë bëra gati, tani do shkojmë tek puna dhe ta shikoni pak ambientin se si unë ku dhe pse punoj domethënë aty. Dhe po, siç duket, puna ime është pikërisht kjo këtu. Duke kujdesur për fëmijën tim, duke punuar sadopak që unë kem një mundësi për të pasur një rrogë, të cilën nuk më ofron puna fizike se nuk mundem të dal, se goca ime ka nevojë për mamin e vet. Kështu që edhe nëse ti dëshiron të punosh si unë dhe ke rrjete sociale si Instagram dhe TikTok, unë të mirpres për të bërë një konsult falas dhe për ta nisur këtë regjistrim po falas, pra ti nuk do të blesh asnjë lloj produkti dhe të mbahet bës në vesh.